si e pat ju atë se çfarë ndodhi me opozitën, Partinë Demokratike në shesh, duket se nisi e parsht, si kundër ka ndodhur edhe protestat e kaluara, pa foltore dhe pa fjalime, dhe konkludoi pastaj në atë çfarë ne pam në Molotov, në sulme në institucioneve, policisë së shtetit, përleshje edhe me qytetarët që protestonin dhe jo vetëm, çfarë si erdhi tek ju? Për mua ishte protest si herë të tjera, nuk ishte ndonjë risi të madhe, as ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Edhe kjo puna e dhunës nuk më duket se kishte ndonjë lloj dhune tash, domethënë të hellësh shishe me çështja me lënë djegse apo fiçek zjarre. Unë nuk e konsideroj dhunë. Dhuna është kur rrifen njerëz, kur thyet ndonjë dorë, thyet ndonjë gisht, thyet ndonjë kock. Pra, nuk duhet të dal, për mua duhet me dal nga kjo lloj meseleje që po bëhet dhunë. Nuk është skenë shëmtuar, nuk jam dakord me lloj skenë me benzinë fare, po nuk mund ta quaj dhunë. Unë nuk e quaj dhunë. Protest normale. Ajo që nuk pëlqen është që partitë nuk ka pse të bëjnë kështu protesta. Partitë do të mbledhin njerëzit të bëjnë protesta. Por dhe kjo si të mbledhin njerëzit të bëjnë protesta? Se njerëzit pra ishin ata që protestonin bashkë me Partinë Demokratike. Të mbledhin njerëz, mbledhin më shumë se kaq njerëz. Pra Partia Demokratike nuk mund të fokusohet vetëm duke bërë protesta një herë në javë, një herë dhe ditë herë në 2 javë, të kësaj natyre, sepse nuk prodhojnë dot rezultat konkret politik për Partinë Demokratike dhe për opozitën dhe për Shqipërinë, fakt nuk është puna e Partisë Demokratike. Partia Demokratike nuk mundet të jetë ajo që ka vetëm një zgjidhje. Duhet që të gjejë mënyrën të reformohet, të bëhet më pëlqyeshme, të bëhet më tërheqëse, të paraqësojë interesin e qytetarëve, me platforma të veçanta ke fjalë? Pa dalë në protesta? Edhe në protesta, por nuk mund të jetë vetëm protesta. Kemi ngel tani te kjo gjëja, protestë dhe kjo është Partia Demokratike. Po vin zgjedhjet, kemi edhe vit nga zgjedhjet lokale. Pra, duhet që paralel me protestat të nisi procesi i reformimit dhe i gjenjes kandidatëve, i zgjedhjes kandidatëve dhe i përgatitjes për fushatën e re që vjen. Domethënë, protesta është një gjë, po duke qenë se kjo është disata, dhe është disata me një njëjtë format, me një njëjtë numër njerëzish, me të njëjtat gjëra, pa rezultat konkret, nuk mund të mbesim te kjo gjëja. Këtë duhet të them, pra e pash si një përsëritje, e pash si një veprim të zakonshëm politik pa ndaj bereqet, po themi shumë flasim në gjuhë popullore. Zoti Koreshi, ju jeni pjesë e protestave, pjesë e Partisë Demokratike, patët një emocion ndryshe në këtë protestën e 6 të fundit nga ato protestat e kaluara, çfarë solli ndryshe kjo protestë? Para një protestë nuk janë serial filmi që të presësh ndryshime ose në fundi apo diun njerëzit presin se çfarë do ndodhi. Para një protestohet, pastaj nuk e di se si nga numri protestuesve. Pastaj dhe gjykohet. Unë mendoj që në momentin e pardjeshëm, kur ishte protesta ka dhënë efektin e saj, sepse në imazh gjitha sakrificët e njerëzve që lënë punën e tyre për dalë në shesh nuk është e parë. E dyta, ka shumë prurje nga rrethet, absolutisht në mënyrë absolute, dhe kjo përbën një vështirësi shumë madhe, sepse po si e mat një pjesëmarrje ju, zoti Koreshi, se shumë ju akuzojnë që nuk është se kishte një pjesëmarrje shumë të lartë njerëz tek tuk në një cep të bulevardit ose në bulevardin tjetër. Do thoni ju ndoshta shifrat nuk kanë rëndësi, po ju vetë edhe ua keni dhënë këtë rëndësi. Unë më tepër se sa nga intensiteti edhe njerëzit që shoh të angazhuar që vinë dhe disa herë shoh me këtë për shembull se ajo step by step ka thrit dhe njerëz tjerë, unë këtë shikoj. Pastaj duhet të shikosh që ja dhe të lodhur njerëzit në 14 vite, opozit, nuk ka dhe mundësi financiare, se më të shumë të janë strukturat, se po të kishte se do të dilshin njerëzit pa një grumëllim, pa një fshëllim, ose pa një thritje të struktura Partisë Demokratike, unë mendoj që protestat nuk ishin kështu, se po thritës për shembull për naftë, do kishin dalë 3 vetëm, ai që ishte thritë dhe 2 tjerë me çadë. Pra, njerëzit janë dhe kjo është për të ardhur keq në fakt, se ne ishim përgatitur që dje do të transmetonim një protestë qytetare për një kaos qytetare, dhe kjo nuk ndodhi. Po fakti ka treguar që këtu njerëzit qytetar kanë vdekur, dhe kjo është më e frikshme se sa. Opozita patjetër që mund ka kapacitet për të bërë shumë më shumë, patjetër që opozita ka mundësi, por duhet të keni edhe parasysh dhe situatën që ndodhet, që ne nuk mund të presim që kjo qeveri të bjerë vetëm nëpërmjet protestave. E para, në gjykimin tim, kjo qeveri ka rënë me ato që ka kapur në korrupsion, sesa kjo pjesa tjetër, më thënë, një qeveri në këtë frikë shikojnë dhe qik njerëzit që stemën se thonë, që bëjnë këta dolën mbi prokurim, mbi gjykat, ku me anë forcës kartona, po me anë forcës kartona këta përmbajnë gjallë qeverinë,
Më thënë, ndoshta ju si keni patur prove që e kam parë unë, vetëm drejtë me drejtë tonë pse si nxirrni, se vetëm na dhimbë se çik vetë sepse bën vepër penale dhe ne kemi firmos një to bestat fundal letre që nesër do të ishim ne në vend saj në qoftë se do të nxirrim ato prova, por besom që pesha e këtyre provave është kaq e madhe sa nuk i ç'bën dot. Edhe nuk i ç'bën dot as vota parlamentare, domethënë vetëm i jep gjatësi që cilës duhet i japi. I jep përparësi njeriu që të rri njeriu ngrefur nëpër pazar, njeriu që është i zhytur në korrupsion dhe kjo është më për të qartë, sepse çfarë po përgatisin, domethënë kjo lloj korrupsioni, gjithë ato korruptu gati 60% bashkive, ministrat gjithë dhe ish ministrat, deri tani zëvendës kryeministja, jeni korrupsion kaq madhor, dhe ti çon në do të delegur prapë se do mësoj brezat njëri që të vej të japi, ku të bëj supa apo pilaf, apo të ftroj ftare, lutet, me thënë, e njëri që po pritet që ta sjellin burg për me mba forca kartonit në parlament. Kjo është trishtime me madhë, më thënë, mu këto më vjen, ore, shiko, që shumë thënë, jo, po, pse nuk është opozita, pse opozita ndoshta është faj opozitës, që faj pse vjetin këta dhe ne denoncojmë, edhe prap fajë opozitës është se këta, që të bëjmë dhe opozita, vetëm ne dalim në 10-15 veta që jemi aty deputet, e të marrim kallashin, fillojnë brasin njerëz. Kjo nuk ndodh, sepse nuk është normal, ne nuk vim dot në krykën e armës si thoshte shoku Ramos njëri në kohë. Pra, demokracia vjen me votë, po jo duke votuar, duke dhe mundësi zgjedhje. Kjo protesta është një strategji e zauruar tani më? Unë them që nuk është e zauruar, proteste që mirë të bësh në çdo kohë, çdo me 50 veta për një hall. Po të protestojnë gjithë banorët e lagjes për shembull për administratorin, besom që administratori do i vë gishtin kokës që të ndrojë llampë. Dhe edhe kështu fillon edhe rotacion më të madh. Kur ka një problem, ne kemi pas probleme të vogla nëpër qytet, kur është ngrit qytetarët, se siç kanë bërë për shembull, ka 5 ditë 2000 lushnjë që ka qet lushnjën, që kanë folur kaq shumë, është bllokuar. Më në fund, u erdhëm edhe më në fund, kemi 5 ditë që njerëzit shikosh, dalin foto dhe thonë kemi 5 ditë që marrim frym. Do të ka kaq statuse nga njerëz dhe nga individ që thonë që më në fund morën frym. Pra, po duhet me insistue kjo punë, se nuk mund të bëhet me pa herë me dy herë. Duhet me parë se seriozisht e kemi ne me bë këtë punë. Okej. Zoti Zekti, ka një themi problem brenda Partisë Demokratike ose edhe të gjitha forcave të tjera opozitare që nuk po e shfrytëzon në mënyrën më të mirë të mundshme situatën në të cilën ndodhet Partia Socialiste. Çfarë po ndodh me këta qytetarët që nuk po e përmbështesin se për vërtetës këtij protestohet, qytetarët janë disi indiferent ndaj protestave që ndodhin, produkti është zero, zoti Rama ka mbartë ato akuza edhe probleme që kjo teza që qytetarët janë indiferent, janë nuk protestojnë, ka probleme shoqëria, ku diun, madje ka deri akuza që shoqëria është e korruptuar moralisht, por mua këto janë të papranueshme, komplet papranueshme. Nuk je dakord me këtë. Nuk ekziston as shoqëri në botë që mos e dojë të mirë dhe drejtën. Njerëzit protestojnë. Por njerëzit pse s'do rëndjen protestë? Kishte një protestë për çmimin, për rritjen e çmimit të karburanteve tjerë. Kam kauzë më të mirë se sa kjo. Po mos e ka nevojë, shiko, Ina, që një protestë ndodhi, duhet që të ketë organizim. Ka një koordinim, një organizim, ku diun mund të jetë një njeri besueshëm, një organizatë, një rrjet organizatash, një parti, një gjë të tillë. Pra, s'është në interesin e tyre. Ata që i kanë thirrur nuk kanë fuqinë që të jenë besueshëm për. Po kur e bën politika nuk është mirë. Kur e bën një qytetar thua se në organizuar mirë, tani kush do ta bëjë këtë gjë?